Patje, në mbështetje të atyre që thanë kolegët, ne nuk duam të gjejmë qime në vezë për ato që kanë shkruar, kanë bërë kolegët tanë të akademisë, t'i quajmë të akademisë shkencore atje, sepse studimet albanologjike pas kanë qenë të pafundme, pas kanë qenë me qindra autor, dhe ndoshta nuk i kanë pat mundësit ata në kohën e diktaturës që të studiojnë, të gërmojnë, kur thot Zoti Sazan Kuri Varrëmjes, që të rëmojnë në arkivat e Vatikanit, në arkivat e Austrisë, që s'ka lënë gjë pa rëmuar. Mundësit i kanë pas për të shtu, për nuk kanë dash. Zoti Eqerem Zenela s'ka lënë gjë pa rëmuar në arkivat e Austrisë. Bravo i qoftë. Do të thënë, ka rreth 35 vite nga jeta e vet, kanë nxjerrë fundin arkivave të Austrisë në lidhje me albanologjinë tonë. Dhe kërkon, Zoti Fredi, kërkon që të paraqisi librin e tij të fundit, për Epirin, tek Akademia e Shkencave. Edhe ne frigohemi që të takohemi atë akademisë, se mos në nxjerrin në një arsye, që në fundit ai flet në mënyrën më shkencore për Epirin. Nuk është se ne, e thash atë, se nuk është se ne kritikojmë ata zotrin, nuk kanë qenë mundësit, mor zotni, në atë kohë, të vejen në Vatikan të rëmoje, të vejen në arkivat e Romës të rëmoje, në arkivat e Greqisë nuk të lëdhe sot a kësaj dite a i të rëmosh, po arkivat e Turqisë mund të gërmosh, të Gjermanisë, thonë në Libi e në këto, në Egypt pas ka gjëra të jashtëzakonshme për shqiptarët në Libi, në Liban, në këto, në Egypt kanë qenë generacione të tëra mbretërishe këto. Do me thënë që po, nuk kanë pse t'i kundërshtojnë këto gjëra dhe zbulimet e reja, do më thënë, dhe për albanologjinë, pas kanë folur që në 1835, a i Ksilan dhe Rifamshëm, po pse mos i themin e këto gjëra, pse do t'i lëmën edhe të marim vetëm këto negativet, kur i famshmi Panajot Kupidori ka bërë një libër fantastik ku ka marrë esencën e dhjetra autorëve që kanë folur për albanologjinë. Shumica dërmuese janë pozitiv në lidhje me, do të thënë, janë në sinkron me mendimet tona, po ai ka thënë edhe ata që janë kundër, ata pak, i ka cituar Panajot Kupidori. Do me thënë që hajde t'i themi këto të vërteta, mos themi me cinizëm me njëri tjetrin, njëri në Amerika, që ta quajmë akademi studiose, ai me ironi të madhe, ai di ka të gjitha gjërat ai e kështu, s'pa përmendim me emrin. E tjetri ande, ne nuk po qëllojmë njëri e kështu, po themi disa të vërteta që ja bëjnë mu. Natyrisht që ne bëjmë në një amëndësim, në një etimologji. Po a dojmë zjerë se vërteta apo jo? Zoti Bale, do të bëjmë një lajmërim që ne konferencën e 4 do të dedikojmë pikërisht personalitetit shkencor të zgjedhur nga Akademia jona që quhet Eqerem Zenelej, punëtori i palodhur. Ne kemi trajtuar disa herë veprat e tij dhe atë personalisht. Por në qoftë se tham që Alban Kraja, që është njeriu modern sot që ka dalë në skenë, por nuk mund të lesh të anashkaluar profesorin e madh Eqerem Zenelej, të cilit do t'i kushtojmë konferencën e 4 diku nga 20 maj. Dhe do të bëjmë një cikël emisionesh me të nderuarin profesor. Sepse është i vetmi studius që ta sjell Vjenën në tavolinë. Neve me zotin... Me mira fakte. Neve me zotin, me i studius tjetër, profesor Vullnet Gjangun, donim të gjenim alfabetin e Raskal Todrit apo të Grigor Voskopejari dhe e ka marrë Hansi, e ka marrë në Vjenë originalen. Kjo e ka sjell. Edhe unë e kaloja shpesh herë, por nuk e dija. Dhe pasaj kur më thot, ore, shiko atje nga mezi i gjithë të artefakte, pra, biblioteke e Vjenës e Gjermanisë, për shembull, neve me zotin Pingullës Akademi i kemi na ka dhuruar zoti profesori Eqeremi, jo zoti profesori Eqeremi se njëri i madh, na ka dhuruar figurat e pa njohura për gjithë Kastrioti. Figurë që ne i reklamojmë apo i shpallim ato momente jetese. Të jetesë që nga figura e parë, portreti i parë i gjithë Kastriotit. Edhe ka zbërthyer familjen e tij shumë thellë. Po ka zbërthyer Papa Albanin. Papa Albanin, profesor Eqeremi, ka zbërthyer Epirotët, ka zbërthyer luftën e Trojës, ka zbërthyer Aleksandrin e Madh, Pelazgët, Epirotët dhe Pelazgët, Epirotët e Shqipëri versus Albania, Epirotët. Më falë që do të shtoj edhe diçka, sepse ka bërë enciklopedinë e re të 800 autorëve shqiptar në shekuj.
Domethënë kush janë 800 njerëzit më të mëdhenj shqiptar. Dhe këtu brenda e kanë me 5 libra ku flet jo për Aleksandrin, për Buën e për këto të tjera dhe për gjithë, po jep një ashtu dhe kjo do jetë një takim me të që ta prezantojmë këtë vepër. Patjetër, dhe ne sugjerojmë dhe qeverisë shqiptare që këto lloj studimesh duhet edhe ti subvencionoj, të japi, t'i ndihmoj dhe financiarisht këta njerëz që kanë vënë jetën e vet në shërbim të studimit të vlerave të shqiptarisë. Shiko, zoti Balej, unë do t'i bëj thirrje qeverisë shqiptare me këtë rast, sepse kur qeveria shqiptare shikon pensione normale edhe të larta për disa që kanë kontribuar artista, po që do të jesh artistë, ky që ka bërë një kontribut kaq të madh kombëtar, edhe me problemet shëndetësore që ka sepse nuk i duhet shëndeti i tij, familjes tij apo individit si profesor i Qerem. Po i duhet kombit më bëjë. Dhe për aq kohë sa është e vërtetuar që ai ka bërë për të komb, atëherë pse do të jesh deputet apo artist i madh me emër që i e parë në përfilma. Ai është super artist dhe super deputet me këto që ka bërë. Unë disha të shtoj diçka. Akademia e Shkencave të Kosovës e pranon që neve të shkojmë si rrënjët tona, ta paraqisim librin pranë akademisë tyre. Kurse akademia jonë jo. Ja bëjmë thirrje. Nuk e di, e pranon se pranon. Mos ta paragjykoj, por ne shpreh po një studim të tillë. Se edhe mund ta paragjykoj. Nuk e ka vlerësuar. Nuk di gjë. Po nuk është e thënë që mos ta do shkem të takojmë. Edhe shohim realitetin. Unë nuk besoj, unë nuk e di pse kam një paragjykim që ata do na presin mirë. Unë kam derë të mbyllur zoti Balej, që edhe nga pjesa e Labrisë, sepse janë 3-4 shoqata, Mallakasa, Labria e polifonike, janë 7-8 apo 10 profesora të polifonisë shqiptare, jemi 5 avokatër dhe rrezik, nuk ka nevojë të themi që tani ka shpall Akademia Shqiptare. Të paragjykojnë si njëri që unë vetë si avokat mbroj polifoninë shqiptare dhe jo iso polifoninë. Ne kemi çështje shqiptare. Inshallah na bashkon kjo. Themi që kjo inshallah na bashkon kjo çështje shqiptare. Edhe mos na ndajnë gjëra kështu. Nuk ka arsye pse të na ndajë. Unë duhet mendoj pozitivisht. Okej, unë jam i prirur për t'i gjë. Të nderuar koleg, po na afrojnë minutat e fundit. Po na afrojnë minutat e fundit, por të lutem bie një ardhmë përpara zoti regjisor. Kela, një ardhmë para kësaj. Një ardhmë për t'i vënë shikoni. Mbretëria ilire zoti vaj. Dardani, Dalmaci, Epir, një mbretëri. Ja dhe pjesa lidhja e Korinthit, pjesa e Greqisë, Maqedonia më vete, Thrakët më vete, Dakët më vete. Këta janë popull që flisin të gjitha popull, flisin Shqip, a i sa thuaj që Shqipja vjen nga Ilirishtja. Flisin një gjuhë barbare njërë. Flisin një gjuhë Thrako-Ilire. Po foto tjetër, vazhdojë të lutem, kaloj, shikoni se sa perandor ky popull, Ilirë në atë kohë, i ka dhuruar, bile 25 për tyre sykaltër. Syqel, 25 për tyre syqel, bjonda. Pra, shikoni sa perandor që i ka dhuruar ky popull pikërisht e perandorisë romake. Mos na përjashton me sy të zinj, apo. Edhe e çuditshme që akuzohemi për mungesë kulture, për mungesë organizimi, për mungesë. Patjetër, po ke perandorët e Bizantit. Harrojnë një gjë zoti Fredi, që ne kemi 2200 vjet të pushtuar. Që nga 500 vjet para, 400 vjet para erës tonë, e deri me komunizëm, që edhe komunizmi ka qenë jo dhe pushtimi, kemi qenë 2200 vjet të pushtuar. Jo, po themi dhe atë që tha zoti Guri, se kanë qenë 40 perandor që kanë pushtuar Evropën. 40 perandor të Romës kanë pushtuar. Autopushtuar. Po, do me thënë, ata kanë pushtuar, ata perandorët Ilirishin, këtë gjithë drejtuesit e perandorisë osmane që pushtuan edhe ata, kryon një perandori gjigante. Zoti Bale, le. Kështu që, do me thënë, është pak kështu ajo, të pushtuar dhe pushtues. Këta 20 perandor romak, thjesht shkuan në kufit e të parëve të tyre, të pellazëve. Dhe ushtrin aq perandori romake, aq sa ishte kufit e pellazisë.
E çuditshme koincidencë. Po, deri në Gjermani, për t'i thënë popullit suedes Sverige, në veri janë, për t'i thënë popullit finlandes të fundit land pylli, lënduri, sepse toka ndahesh me pylli. Po dhe toka është land vetë më burr, si thoi ish land dhe ishulli më burr. Të lutem. Është landor, çdo gjë është land. Land, atë land ne themi akoma sot landës druri. Po një është lëndë druri, mos e kufizoj shumë. Se edhe kjo është land, dhe çimentu është land. Mirë tash ndonjëherë dhe s'vjen dakord, ne duhemi shumë. Dakord, po. Lëndë druri, atëherë territoret ndaheshin se ishin 95% territori pyll. Ma jep me disi. Sepse këtë ka historiologjia, që ti përdor njësër shkencash për të arritur konkluzion. 95% pyll. Pra, si ndahesh? Bavaria vazhdo me lande, me toka pylli ndahet, prandaj quhet Finland, Switzerland, vazhdo England, pra ndahesh me lande. Po kur ke një ishull që është këmbor komplet, prapë ti e quan land. Island, kur e ke një ishull këmbor. Se është lënd, dhe shkëmbjesh lënd. Dhe shkëmbjesh materie është lënd. Është lënd. Do me thënë, çdo gjë është lënd. Pra, edhe një shkret të tjerë lënd e quajnë, e kupton? Dhe prit do vike ta të sotnit, emigrantët, migrusin. Migrim për mua është që ecën dhe merr një mëri. Migrim, që merr një mëri më vete, merr një. Do ta mendojmë çika. Rilindasit thonë mërgjimtar. Mërgjimtar po. Mërie edhe shkon. Mërgjimtar, me illoj mërie, sepse nuk ka mërgjimtar që t'i iki i lumtur nga vendi vet. Dhe është puna Sokrati, Sokrat në ekzil, i mërzitur, apo deri kënaqur në Athinë. E njëra gjë është mërgjimtari i mënuar, me mëri ikëm, sepse nuk ndodh që ti ki pa mëri. Dhe treguesi i mërisë. Treguesi i mërisë, prandaj ikën se që pa kënaqur. Mërgjimtar. Mund të jetë kështu, ha? Po, mos e thua. Edhe të lutem. Po, dhe sot këta tash vim ke diaspora, që kishim çështje të fillimit, pikërisht janë shpërndar në këto shtete, Angli, Gjermani, Itali, Greqi, ku kanë qenë të partë e tyre, mo. Po le të vjen në Kinë, mo, le të vjen në Indi, mo, jo, mo, vjen pikërisht atje ku, thot mirë ai Alban Kraja, që më gjeni një pap Alban ka, vetëm Alban ka, se s'ka pap grek, pap vazhdo, pap turk, më gjeni pap, nuk gjeni ndodhe, është pap Alban, është pap Albani në Angli. Në Angli, a i bëri ndryshimin e kishës atje. Po, piti, po vetëm kaq, etje, pa është i pap Albani tjetër që kur i vajtë. Edhe çfarë argumenti japin italian për ato 200 emrat Albani, Alban që kanë në Itali. Do t'i kërkojmë llogari aty tash. Jo, çfarë argumenti japin? Të ndrojnë. Ose unë nuk kam shumë njohuri në këtë pikë. Jo, zoti Guri, mund të vazhdojmë edhe italianët ditur, Marcelliani, shkrimtar, studius, ata e thonë ti zoti Pingli, që kjo është Troja e re, pra Roma, Troja e re. Nëse Anglia prap, Londra, Troja e re prap, Butrinti, Troja e re prap, nuk është asi që ky Enea, Aini, që quhesh Aini, Shqiponja, Enea, doli nga i Ulave Omeri, apo popli një rrugë, apo ai Pellazgu nga ana pala kundërshtare, i la një rrugë dalje, sepse do vazhdonte civilizimi. Dhe ky Enea erdhi pasaj në Butrin, pasaj në Rom, pasaj në Angli. Sepse Tro ka të ronë e famshme, Tro, T apostrof Ro. Pra, është një troje, qa në trojet, është një vënd ku Sazan Gurit të roj, shumë trojet e kalas Beratit atje. Ose Roma. Apostrof Roma, jeto më, do të thënë në papunësi, qita e terna i thonë ata. Sepse legenda e Romës është për të qenë e përjetshme. Po Piro. Pi edhe Ro. Pi të rosh, i ka thënë ama, në shtrat, e Qerem Zenelaj. Pi të rosh. Përshëndetje e Qerem Zenelat, pregatitur profesore Qeremi për konferencën e 4, diku në 20 maj, do jemi të organizuar, do të presim krah hapur, po edhe zotin Alban Kraj do të presim i ditë, po i bëjmë thirrje gjithë këta zoti e fundit, të lutem, edhe nuk flas më. Vetëm ma jep sepse më kujtuam çast. Që ne zoti tregon që ke fal shumë, ha? Zoti Pingli, ne vuajmë nga një lloj që shqiptarët veç e veç janë flori. Por ky floriti nuk bëhet lingot pa u bashkuar. Prandaj sa do floriti jetë ai në fundit, po le të themi Agrondalipej. Le të themi Elena Koçaq. Me emra konkret se kemi miqtan, dhe kemi pjesë akademisë. Le të themi profesor Përparim Kapën. Vazhdo me emra të tjerë.
Ke pa fund njerëz zoti Albert Nikola, po e themi, po jashtëzakonshëm që janë sinkron me këto mendimet tona. Atëherë ti veç bën hiç, bashk bëjnë diç. Dhe ne që kemi arritur kemi bërë 7 kongrese, 3 konferenca, sepse kemi qenë bashk. Sikur ti ishin veç një nga ne, asgjë s'do bënte. Mbaj mend të. Edhe ju jeni stimullar. Megjithatë zoti Guri, kemi 200 vet që na ndjekin, ne duhet i respektojmë ata. Shumë. Ata janë bashkë me ne, edhe ne asnjëherë nuk kemi folë thjesht në mendimet tona. Pse gjetën ndonjë desha të shpjegoj. Patjetër ne bile konferencë janë. Ato 200-300 vet që i vinë bashkë me ne janë patriotë shkencëtar, ndoshta pa grada të modifikuara shkencore. Kanë mundësi të vinë fizikisht, kurse ata që na ndjekin virtualisht janë me vjetra mira. Akoma më tepër. Edhe ata janë një ndihmë e madhe. Falenderojmë përsëri nga zemra, po e mbyllim me atë fjalinë që tha zoti Guri për bashkimin e këtyre vlerave të shqiptarisë sonë, që mund të bëjmë diçka të bukur së bashku. Bravo.